Një krim që ulëret, një heshtje që turpëron. Në Berat arrestohet një 39 vjeçar i dyshuar për abuzim ndaj një 15 vjeçareje. Por më e rëndë se ngjarja është normalizimi i heshtjes, selektivitetit moral dhe mungesa e reagimit publik. Në Berat nuk kemi thjesht një ngjarje të rëndë. Kemi një krim të rëndë që godet në zemër një të mitur dhe, sipas raportimeve të publikuara sot, dyshohet të jetë kryer nga një familjar. Policia e shtetit njoftoi më 27 mars 2026 se specialistët e komisariatit të policisë Berat arrestuan në flagrancë shtetasin me inicialet SL, 39 vjeç, pasi dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me një të mitur 15 vjeçe, ndërsa materialet ju referuan prokurorisë Berat për veprime të mëtejshme. Raportime të tjera mediatike të së njëjtës ditë e paraqesin të dyshuarin si familjar të vajzës. Kjo nuk është vetëm një akuzë penale. Kjo është një akt akuzë morale ndaj një shoqërie që shpesh zgjedh të bërtas për kauza që prodhojnë zhurmë, fonde dhe protagonizëm, por hesht kur viktima është një vajzë shqiptare e mitur dhe dhunuesi del nga brenda rrethit familjar. Sepse këtu bie maska e shumë hipokrizive publike, aty ku duhet revolt, ka heshtje, aty ku duhet protest, ka kalkulim, aty ku duhet presion qytetar, ka mungesë totale reagimi. Ku janë sot zërat e përhershëm të moralit publik? Ku janë shoqatat që dalin me deklarata sapo tema sjell vëmendje politike apo ndërkombëtare? Ku janë institucionet fetare që predikojnë familjen, moralin dhe mbrojtjen e të pafajshmëve? Ku janë ata që ngrihen çdo ditë për çështje ideologjike, por nuk shihen askund kur një e mitur dyshohet se është shkatëruar nga njeriu që duhej ta mbronte? Heshtja në raste të tilla nuk është neutralitet. Heshtja është braktisje e viktimës. Dhe pikërisht këtu shoqëria shqiptare duhet të ndalet dhe të shohë veten në pasqyrë. Sepse abuzimi ndaj të miturve nuk është temë për konsum një ditor mediatik. Nuk është kronik që kalon mes dy titujve politik. Është një plag që kërkon reagim të menjëhershëm institucional, shoqëror, arsimor dhe moral. Nëse një vend nuk tronditet kur një 15 vjeçare dyshohet se dhunohet nga një familjar, atëherë problemi nuk është vetëm autori i dyshuar. Problemi është mbirja kolektive. Ligji shqiptar i parashikon këto vepra penale në kodin penal, ku nenet e posaçme trajtojnë marrëdhëniet me të mitur dhe veprat seksuale në raport me moshën, dhunën dhe marrëdhëniet familjare apo të varësisë. Po ashtu, kodi i drejtësisë penale për të mitur përcakton mbrojtje të posaçme për të miturit si viktima të veprave penale. Por sa herë ndodh një rast i tillë, lind e njëjta pyetje: a mjafton vetëm arrestimi i autorit të dyshuar apo shteti duhet të tregojë forcë shumë më të madhe në mbrojtjen e viktimave, ndëshkimin pa mëshirë të abuzuesve dhe parandalimin real? Sepse nuk mjafton më formula e ftohtë, materialet ju referuan prokurorisë. Kjo është vetëm pika e parë. Shqipëria ka nevojë për më shumë: hetim të shpejtë, ndjekje penale pa tolerancë, mbrojtje psikologjike e ligjore për viktimën, izolim total social e penal të autorëve dhe një mesazh të qartë se kush prek një të mitur, prek vetë themelin e shoqërisë. Këto nuk janë raste për relativizim, as për debat televiziv bosh. Këto janë raste ku shteti duhet të tregojë se ekziston. Po aq e rëndë sa vetë krimi është edhe selektiviteti i indinjatës. Kur tema nuk sjell klikime ideologjike, kur nuk shërben për propagandë, kur nuk lidhet me narrativat e gatshme të ditës, shumë veta zhduken. As deklarata të forta, as thirrje për protestë, as marshime, as tubime para institucioneve, as kërkesë kombëtare për masa më të ashpra. Vetëm heshtje, vetëm shmangje, vetëm hipokrizi. Dhe po, Shqipëria ka nevojë për ligje edhe më të forta, për dënime edhe më të rënda aty ku duhen, për procedura më të shpejta, për mbrojtje më serioze të miturve dhe për një sistem që nuk lë hapësirë as për frikë, as për ndikim, as për relativizim. Debati për ashpërsimin e dispozitave për marrëdhëniet me të mitur është ngritur edhe publikisht në vitet e fundit, pikërisht sepse shoqëria sheh se vetëm ekzistenca formale e ligjit nuk mjafton pas zbatim të ashpër dhe pa mekanizma real mbrojtjeje. Ky rast nga Berat duhet të trondit çdo njeri normal. Jo nesër. Jo kur të dalë një tjetër rast. Sot. Sepse kur një vajzë e mitur dyshohet se abuzohet dhe vendi nuk shpërthen në revolt qytetare, atëherë kemi dështuar jo vetëm si shtet, por si ndërgjegje. Shqipëria nuk ka nevojë për moralist sezonal. Ka nevojë për zëra që ngrihen kur viktima nuk ka fuqi të flasë vetë. Dhe në fund pyetja mbetet therse. Kur viktima është një vajzë 15 vjeçare shqiptare, ku janë të gjithë ata që flasin çdo ditë në emër të moralit, familjes, fëmijëve dhe dinjitetit? Sepse po heshtën edhe sot, atëherë turpi nuk është vetëm i autorit të dyshuar. Turpi bëhet i një shoqërie të tërë.